Heroi i padukshëm i Kazanit. Në këtë video shihni kolegun ton të palodhur Gzim Selmani duke dalë nga brendësia e kaldajës së bllokut A5, por punëtorët e Kekut hyjnë pa hezitim, me vullnet dhe përkushtim të plotë. Hyrja në këtë pjesë të ndërlikuar bëhet për evidentimin e rrjedhjeve të kaldajës e më pas për përgatitjen e salbimeve dhe ndërhyrjeve teknike që sigurojnë vazhdimsinë e prodhimit të energjisë. Pjesa ku hyn është në kuotën 49 metra deri ngushtë, një hapësirë kufizuar me rrezik, por Gzimi e kryen detyrën me profesionalizëm dhe përkushtim shembullor. Këta janë punëtorët tanë, të Kekut, të heshtur por të pazëvendësueshëm. Respekt për punën e tyre, thuhet nga sindikata e re e Kekut. Qëndrohet kështu është pje. Qëndrohet. Jetë me jetë. Jetë me rrimës i popët.